Përshëndetje nga unë Margarita. Doja sot të flisnim për një temë që ka goxha rëndësi për çdo person në jetë, në zgjedhjen e ndonjë pune apo të ndonjë rrugëtimi në jetë. Në çdo udhëtim tonin, ne vlerat dhe bindjet tona kanë goxha rëndësi sepse përbëjnë atë bazamentin mbi të cilin ne ndërtojmë rrugëtimin tonë. Këto vlera janë busulla jone brendshme që ne na udhëheq në çdo situatë. Edhe atëherë pikërisht kur terrini bëhet shumë i vështirë, edhe atëherë kur ato pikpyetje dhe ato dilemat shtohen dhe kur ndonjëherë dhe presioni është shumë i fortë. Sot dua të ndaj me ju cilat janë këto vlera dhe këto bindje që unë nuk i negocioj kurrë në një rrugëtim. Dhe pse këto vlera janë kaq të rëndësishme për të qëndruar dhe për të qenë i fokusuar në atë rrugëtim që ti do nisësh. Së pari për mua, integriteti është kryesori. Është parimi i parë dhe i panegociueshëm për mua. Integritet për mua do të thotë të veprosh me ndershmëri dhe edhe atëherë kur askush nuk të shikon. Të mbash fjalën vetes tënde, të respektosh rregullat e tua të brendshme dhe të mos devijosh asnjëherë nga e drejta, pavarësisht se çfarë do të ndodhi, pavarësisht undimeve apo rrethanave që ti do kesh për qark. Në çdo vendim që unë marr, qoftë i vogël apo qoftë edhe i madh, unë gjithmonë pyes veten time, nëse ky vendim që unë po marr tani, përputhet me vlerat e mia. Integriteti mua më detyron që t'jem transparente në veprimet e mia. Dhe që unë të mos lejoj që nxitimi apo fitimi që unë do kem, apo ndonjë presion i jashtëm të më shtyjnë mua të bëj zgjedhje të gabuara që nuk përputhen me karakterin tim. Së dyti, vlerë tjetër për mua është respekti. Respekti në radhë parë për veten time dhe respekti për të tjerët. Kjo ka shumë rëndësi sepse është shtylla kryesore për një bashkëpunim të shëndetshëm në punën që ti do nisësh. Kjo vlerë mua më mëson që të ruaj ato kufijtë e mi, të mos lejoj që të tjerët t'i kalojnë këto kufi, por njëkohësisht t'i jem edhe e drejtë me veten time, t'jem e sjellshme me të tjerët, t'jem dhe ndërtuese në komunikim me ta. Respekti është ajo mënyra se si unë flas, mënyra se si dëgjoj të tjerët, mënyra se si reagoj ndaj atyre dhe ndaj sfidave që unë ndesh në jetë. Është mënyra se si unë vendos standarde në marrëdhëniet e mia profesionale. Nëse një situatë apo një bashkëpunim nuk përputhet me standardet e mia të respektit, atëherë ky bashkëpunim nuk është për mua, mbaroj. Vlera e tretë, që unë nuk do negocioja kurrë, është përkushtimi ndaj cilësisë. Unë besoj se ajo puna e mirë, nëse dua ta bëj, kërkon përkushtim, kërkon durim, kërkon kujdes. Asnjëherë nuk kam zgjedhur rrugën e shkurtër. Asnjëherë nuk kam zgjedhur atë rrugën e lehtë, por zgjedh atë rrugë e cila e di që do më jap rezultate të qëndrueshme dhe rezultate profesionale që ndikojnë pastaj në ngritjen time. Përkushtimi ndaj cilësisë mua më mban gjithmonë të fokusuar dhe më kujton atë që në çdo hap që unë hedh, do kem kujdes sepse ky
hap do jetë një reflektim i emrit tim, reflektim i reputacionit tim. Dhe kjo vlerë mua më pengon që të pranoj kompromise. Kompromise të cilat do rrezikojnë standardet e mia. Dhe kjo mua më shtyn të rritem vazhdimisht, të mësoj më shumë, të përmirësohem dhe të sfidoj gjithmonë veten time. Së katërti, për mua një vlerë që ka shumë rëndësi është ndërgjegjja për përgjegjësinë personale në punë. Unë besoj fort që secili prej nesh është përgjegjës për veten e tij. Është përgjegjës për mënyrën se si reagon ndaj situatave që i vijnë në jetë. Dhe kjo bindje mua më ka ndihmuar gjithmonë që të mos kërkoj asnjë justifikime tek rrethanat, tek njerëzit, apo dhe tek fati dhe të fajsoj Zotin. Jo. Përgjegjësia personale mua më jep atë forcën që t'i përballoj sfidat, të pranoj ato gabimet e mia dhe të kërkoj zgjidhje. Më mban me këmbë në tokë, por njëkohësisht edhe më fuqizon që të veproj me vendosmëri. Dhe së fundi për mua, një vlerë që unë e mbroj me të gjitha forcat e mia, është ajo liria ime personale. Liria për të zgjedhur, liria për të krijuar dhe për të punuar në mënyrën që mua më përfaqëson. Asnjëherë nuk do lejoj asnjëri të ndërhynte në këtë gjë. Është ajo aftësia për të qëndruar në një rrugë që pasqyron vlerat e mia. Për të refuzuar atë që nuk do përputhej asnjëherë me vlerat e mia. Dhe për të ndërtuar një të ardhme që e respekton kohën time, që respekton energjinë time, dinjitetin tim. Këto pra janë ato vlera që unë asnjëherë nuk do negocjoja në jetën time. Tani, pse këto vlera janë kaq të rëndësishme? Janë të rëndësishme sepse këto ndikojnë në radhë të parë drejt për drejt në mënyrën se si ne marrim vendime në jetë, çdo ditë. Për mua këto vlera janë filtrat e mi, janë ato që më ndihmojnë mua që çdo mundësi, çdo bashkëpunim dhe çdo projekt t'i kaloj mes këtyre filtrave dhe të kontrolloj se çfarë po bëj në jetën time. Dhe nëse nuk përputhet me këto vlera, atëherë nuk është për mua. Dhe ky proces ma bën jetën më të thjeshtë, ma bën më të qartë dhe më të drejtë. Më ruan mua të energjinë dhe më mbron nga ato devijimet që do më çojnë larg objektivave të mia. Dua që t'jem drejt atyre objektivave që unë kërkoj në jetë. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si këto vlera mua më mbajnë të fokusuar dhe të motivuar në atë rrugëtim që unë dua të vazhdoj. Kur e di që pse po e bëj këtë gjë, kur e di kush jam dhe cilat janë ato kufijtë e mi, atëherë motivimi nuk është i rastësishëm, por është i qëndrueshëm. Pikërisht edhe në ato ditët e lodhjes, në ato ditët e sfidave apo të pasigurive, këto vlera mua më kujtojnë ato rrënjtë e mia dhe atë vizionin tim. Më japin atë qetësinë time të brendshme dhe njëkohësisht edhe vendosmërinë për të ecur përpara. Dhe mbi të gjitha, këto vlera janë kaq të rëndësishme sepse mua më ndihmojnë të ndërtoj një rrugë të qëndrueshme. Rruga ime nuk është thjesht një proces arritjeje, por është një proces formimi. Unë nuk dua thjesht të arrijë një rezultat, por dua të di që këtë rezultat e kam arritur sipas standardeve që unë kam krijuar në jetën time, me atë etikën time dhe me dinjitetin tim.
Prandaj, këto vlera dhe këto bindje nuk negociojnë kur për mua. Dhe së fundi, vlerat janë premtimi që ne i bëjmë vetes sonë. Dhe kur ky premtim mbahet, atëherë rruga jote bëhet më e qartë, bëhet më e lehtë, suksesi bëhet më i ndjeshëm, më i pastër dhe më i vërtet. Nëse vërtet do doni që të kuptoni cilat janë ato programe që mua më bëjnë kaq të fortë dhe që më ndihmojnë të eci në rrugën time, klikoni në linkun tim www.margaritagjordeni.com ose komentoni info dhe unë do t'ju kontaktoj së shpejti dhe do t'ju ndihmoj të ecni dhe ju në një rrugë që vërtet do t'ju ndihmoj të jeni të suksesshëm në jetën tuaj. Ju falenderoj që më ndoqët dhe le të shihemi në live-et e tjera. Mirupafshim nga unë.